Mirdita të ndëruar shikues, jemi bashkë në magazinën informative 21 drejt për drejt. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike dhe Aleanca kanë pranuar ftesë për takim nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, cilën e ka refuzuar Aleanca, por edhe PDK-ja. Sido që tjetë, kjo javë mund të sjellë zhvillime konkrete në bisedime mes lëvizjes së vetëvendosje, që dole e para në zgjedhjet e 7 qershorit, dhe partisë së dytë opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës për krijimin e institucioneve treja. Kështu të paktën paralajmëroi një ditë më parë kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke thënë se pret rezultate nga bisedimet me Lumir Abdigjikun. Ne sjellim në këtë kontekst deklaratën e sotme të Albulena Haxhiut nga Lëvizja Vetëvendosje. Së pari, si që dini, tashmë ftesat drejtuar partive politike për takime të radhës janë adresuar tek të njëjtat. Pra kryeministri Kurti në vazhdimsi ka bërë përpjekje që të ketë takime raport me arritjen e një marrëveshje për çështjen e presidentit. Unë kam pritur këto takime dhe mendoj që vetmja, si më thënë, mundësi për të mbri deri te një marrëveshje janë takimet të cilat ndodhin ndërmjet partive politike. Tani, ju e dini që seanca konstituive pra si e përmendë është saktuar me datë 6 gusht, edhe presim që para 6 gushtit të ketë takime ndërmjet partive politike dhe në anën tjetër të ketë përpjekje maksimale për ta pasur një marrëveshje që ndërlidhet me çështjen e presidentit. Lëvizja Vetëvendosje, siç e keni parë, i ka adresuar përgjegjësitë që ka përmes kryetarit dhe kryeministrit Kurti, por presim që edhe partitë tjera politike të reflektojnë raport me përgjegjësitë që i kanë. Çështjen e krijimit të institucioneve të reja në vijim e çmtojmë me analistin Ejup Gojnovci. Ejup, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Faleminderit. Pra, dëgjuam se Kurti ka thirrur partitë parlamentare kryesorët për bisedime që nënkupton krijimin e institucioneve të reja, dy prej cilave Aleanca dhe PDK-ja pas kanë refuzuar. Cili është gjykimi yt për fillim të këtij takimi? Mo mendoj se kanë bërë gabim të dy partitë politike që kanë refuzuar takimin me zotin Kurti, përkundër që të dyja kishin paralajmëruar edhe rreth një muaj më përpara që nuk do të takoheshin, madje Aleanca kishte dërguar një shkresë me 7 kërkesa realisht në 6 pika të vendosura aty, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës kishte zhvilluar një takim zoti Hamza me zotin Kurti, pas të cilit tha që ne do të qëndrojmë në opozitë dhe nuk do të marrim pjesë fare në konsultimet rreth krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë konsideroj që zoti Kurti ka bërë mirë që i ka dërguar kërkesën për takim për të dhënë mundësinë edhe një herë diskutimit për krijimin e institucioneve dhe prandaj po them që kam bërë gabim në prizmin siç e shohune, sepse ka qenë dashur që Aleanca në tavolinë të diskutonte këto kërkesat që kishte parashtruar për lëvizjen vetëvendosje në tavolinë me zotin Kurti, i diskutonin të shihnin cilat janë mundësitë reale për përfshirjen e tyre në planin qeveritar, në programin qeveritar, edhe gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, nuk mund ta zhvendosë vetveten nga procesi politik i Kosovës në krijimin e institucioneve, sepse kësaj heq dorë realisht me vullnetin e plot nga pjesëmarrja politike e cila i takon për krijimin e institucioneve. Dhe nëse do të përdornin këtë logjik të shmangjes nga procesi i krijimit të institucioneve të gjitha partitë politike, ne nuk do të kishim institucione. Natyrisht se cila parti politike, pos që ka obligim shoqëror dhe shtetëror që të ndikoj dhe të veproj dhe të ketë hisën e tij, qoftë të marrur ose të pamarrur, por në ndërtimin e kapacitetive institucionale të Kosovës, e ka këtë obligim nga që për këtë dalin në zgjedhje dhe për këtë kërkojnë votë. Po dua të them që të kërkosh votë për ndërtimin e institucioneve dhe kur vi koha që ato të ndërtohen, të heqësh dorë nga ky proces, mendoj që është gabim. Prandaj po e quaj si të tillë. Po pres që Lidhja Demokratike e Kosovës ta konfirmoj takimin me zotin
me zotin Kurti nga lëvizjave të Në vendosje. fakt është lënë përshtypja nga të dyja palët, LPV-ja dhe LDK-ja se do të ketë bisedime në kontekst të krijimit të institucioneve të reja. Pa paragjykuar se si do të përfundojnë këto bisedime, cili është rreziku i këtij cikli të përpjekjeve për bërjen e institucioneve, marrë parasysh se sa herë kemi shkuar në zgjedhje brenda pak viteve dhe as në sytë e votuesve që i përmende, e as në sytë e ndërkombëtarëve nuk kemi institucione që funksionojnë. Fatkeqësisht është problematike, Zenel, si që thatë jo, të vihet në një konkludim se çfarë do të na sjellë nesërme edhe pas takimit potencial të zotit Kurti me zotin Avdigjiku, kjo në shumë aspekte. Ndoshta por në rrafshin pragmatik, zoti Lumir Avdigjiku ka bërë një lëvizje pozitive krahasuar me periudhën një vjeçare gjysmë nga pas, e kam parasysh të zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, pastaj ato të dhjetorit 2025, prej të cilave zoti Avdigjiku ishte këgja indiferent nga krejt ajo çfarë ndodhte dhe mbeti as me opozitën, si që quhej atëherë, e as me pozitën. Ndërsa tani, ka një qasje më pragmatike po e quaj unë, sepse ka konsideruar vetën dhe partinë e tij të gatshme për të bashkëbiseduar me subjektin më të madh politik në vend në ndërtimin e kapaciteteve institucionale të vendit. Çështja nuk është probleme i numrave edhe për zgjedhjen e presidentit, nëse lëvizja vendosje Lidhja Demokratike dhe minoritetet pa listën serbe që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës, do të bëheshin bashkë për ta zgjedhur. Këtu qëndron problemi e ju tash sa kohë, pra te numri për zgjedhjen e presidentit që është finalja e këtij procesi. Në fakt, në opinionin e gjerë, e dim që gjithë janë fajtorë në farforme, edhe partia fituese, edhe partit nga ish opozita, pse nuk po formohen institucionet kredibile dhe masa qytetarët, votuesit janë stërlodhur me përsëritjen e zgjedhjeve. Si e sheh ti mundësinë e zgjedhjes e formimit të qeverisë, parlamentit në fillim të qeverisë, por edhe zgjedhjes së presidentit në fund? Në fakt, krijimi i Kuvendit, zgjedhja e organeve drejtuese të Kuvendit nuk është një problem për shkak se lëvizjave vendosje me partnerët e saj që tani i kanë në qeverinë e detyrë, ka numrat e mjaftueshëm për ta bërë Kuvendin, për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit dhe organet e tjera në pesën e kryetarët dhe disa prej kryetarëve të komisioneve ato që janë obliguese që në shumë shpejt, domethënë. Problemi nuk është as te qeveria, sepse edhe qeveria zoti Kurti mund ta ndërtojë me 53 numrat e saj dhe 9 deputet nga minoritetet jo serbe që janë në Parlamentin e Kosovës. Thembra, kilit vihet e situata kur ne duhet ta zgjedhim presidentin e vendit ku kërkohen në 2 raundet e para kërkohen 80 vota në kutinë e votimit. Pra jo vetëm prezent në Kuvend, por si mas vendimeve të gjykatës kushtetuese, kërkohen votime në kutinë e votimit të jenë prezent 80 vota. Dhe kjo kombinatorik, Lidhja Demokratike e Kosovës, lëvizja vendosje dhe minoritetet jo serbe janë eksaktësisht 80 numra. Dhe mjafton vetëm një nga deputetët të mos jetë të quaj kështu i dëgjueshmi njërët nga subjektet politike atë dhe dështon e gjithë përpjekja për ta zgjedhur presidentin. Duke qenë se është kështu dhe duke qenë se kemi një situatë goxha jo stabile në Lidhjen Demokratike, sado që zoti Avdigjiku i mbijetoi një kuvende të mosbesimit, megjithatë është diskutabile nëse ai ka 18 numrat e 18 deputetëve të tij prezent në kuvend për çështjen shumë diskutabile mbase. Po, për çështjen e presidentit. Dhe këtu vim në situatën kur i duhet dikush si një ndihmës shtesë këtyre partive politike, kësaj aleance të përbashkët, në mënyrë që ta krijojnë edhe një numër shtesë për të mos dështuar në zgjedhjen e presidentit. Duke parë situatën nga kjo rrethon dhe refuzimin e sotëm nga aleanca dhe nga Partia Demokratike, gjosat janë që neve na presin zgjedhje të reja, dikun ka mesi i muajit nëntor,
në bazë të projekcioneve dhe në bazë të numrave kalendarek të cilët i ka përcaktuar Kushtetuta e Kosovës. Kjo, sipas teje, çfarë në kupton në këtë radhë edhe një palë zgjedhje prej cilave po e përsëris jemi lodhur më? Po e hezitoj, po e huazoj këtë që thoni jo, jemi lodhur. Vërtet po dhe dëshmuan qytetarët e Kosovës me 7 qershor. Ishin një numër jashtëzakonisht i madh, mbi 17-18%, me pak votues kishte në zgjedhjet e qershorit sesa në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2025, dhe kjo është një tregues i jashtëzakonshëm, sepse që mund të jenë një reflektim edhe më i madh në zgjedhjet. Absolutisht po, dhe mund të reflektojmë me numër ende dhe më të madhe, pastaj do të kemi të zgjedhur ose jo institucione me numër shumë të vogël të qytetarëve, të cilat natyrisht nuk e cenojnë legitimitetin e institucioneve, megjithatë fuqia demokratike është në pikpyetje në këtë rast. Dhe për te kësaj, ne po humbim kohë që tash e 2 vjet e gati, dhe po humbim shumë projekte dhe po humbim ecjen përpara të shtetit të Kosovës në shumë rrafshe. Kemi mungesë të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, kemi mos realizim të projekteve brenda, kemi paqartësinë në shumë dimensione, ndërsa ne orvatemi nga zgjedhjet në zgjedhje thua se gjithçka është në rregull dhe jemi një shtet evropian i cili nuk e ka hallin diçka tjetër vetëm për të sistemuar disa politikanë të cilët e kanë një ego më të fryrë se sa që do duhej, e për të cilën na vendosin neve para kutive të votimit se herë që atyre ju teket, për shkak se domosdoshmërisht duhet ta bëjmë dikë të tyre të preferuar president. Dhe këtu një fjalë nëse mundem i ndërum, çështja e të bërit president dikë, sikur harrojnë që presidenti është i Republikës Kosovës, ndërsa të gjitha partitë politike kërkojnë ta kenë të tyre. Do të thonë dhe duhet na tregojnë neve, është presidenti i Republikës, ai person do të na shërbejë të gjitha apo do t'ju shërbejë partive politike. Nëse është për partitë politike, atëherë le ta zgjedhin kështu që kanë tentuar ta zgjedhin me ego të tyre. Nëse është për qytetarët e Kosovës, duhet të mblidhen dhe ta gjejnë një person i cili i plotëson kriteret juridike formale, i cili ka një njohuri dhe ka një background të mirë, edhe të kaluarës së tij politike dhe shoqërore, dhe ky është presidenti që duhet këtij vendi dhe ka të tillë në shoqërinë tonë jashtëzakonisht shumë. Pra nuk është çështje e mosgjetjes së një presidenti, është çështje e luftës së tyre për ta pas presidentin të tyre, thua se ky president do të shërbejë partive politike dhe jo gjithë qytetarëve të Kosovës. Kur bëhet fjalë për polarizimin politik në skenën e Kosovës, kjo është gjë e ditur tash sa kohë. Po, pse një polarizim i tillë kur vuren pak përgjegjësinë, etikën, moralin e një politikani i cili pretendon një ulse në kuvendin e Kosovës që të mos gjendet një gjuhë e përbashkët të bëhen një herë të paktën në këtë cikël zgjedhjesh institucionet? Po janë shumë faktorë, Zenel. Unë mendoj që ka jashtëzakonisht shumë numër i madh faktorësh që ne nuk kemi arritur të ndërtojmë politikanë të përgjithshëm. Sepse ne kemi 150.000 votues gati më pak këto zgjedhje se sa në zgjedhjet e kaluara. Në ndërkohë mendoj që ne do duhet të organizoheshim si shoqëri të paktën, të tërheqnim mbretjen, që ata të bëjnë zgjidhje të tilla të cilat janë në funksion të organizimit shtetëror dhe jo në funksion të përmbushjes apetiteve të tyre personale ose partijake ose grupore. Kjo është në radhë të parë, ata dua të them kanë gjetë terren në të cilin mund të livrojnë si të duan ata dhe prap do të jenë në pozicione që ne do të zgjedhim ata. Janë, si më thënë, të vetmit që na duhen dhe kanë bërë llogaritë të tilla se sikur ne s'mundemi pa ta. Dhe ne duhet ju tregojmë që mundemi, dhe si shoqëri mendoj që kemi për obligim të dalim zot vendit në kuptimin që edhe pse jo të jemi edhe më reagues dhe të mos jemi krambajtës për ta kur bëjnë gabime të tilla, sepse unë konsideroj që janë jashtëzakonisht gabime të mëdha të dërgohet vendin nga zgjedhjet në zgjedhje dhe ne të orvatim në probleme të tilla çfarë kemi. Nuk A ka sipas teje një sanim, një shërim të kësaj mendësie, këtij mentaliteti të kundërshtive politike për të i flijuar edhe institucionet cilat e përbëjnë shtetin, edhe në sytë e qytetarëve, edhe në sytë e aleatëve tanë ndërkombëtar, cilët
janë të detruar edhe tash në këtë qerek shekull thellë në shekullin 21, në tërheqjen vërejtjen për gjëra që janë elementare, duhet ishin elementare për një demokraci në zhvillim. Faktori ndërkombëtar gjithmonë ka luajtur këtu një rol të jashtëzakonshëm në krijimin e institucioneve. Dhe kësaj radhe duket se janë më në periferi, jo vetëm kësaj radhe, por edhe ka disa vjet që janë më në periferi, nuk angazhohen. Për mendimin tim bëjnë mirë që s'angazhohen shumë, sepse neve nuk duhet të na e kryjë detyra dikush kur ne smundemi. Ne duhet pjekemi një ditë, edhe si shoqëri edhe si politik, që të marrim përgjegjësinë, sepse në zgjedhje dilet për të marrë përgjegjësinë dhe ata që marrin përgjegjësinë duhet të jenë të gatshëm që të marrin përsipër edhe barrën e ndërtimeve dhe kapërcimeve të hendeqeve të mëdha, ndërtimeve të urave, të bashkëpunimit dhe kapërcimit të hendeqeve të mëdha. Ata e bëjnë këtë, politikanët tonë nuk duhet të themi se nuk e bëjnë bashkëpunimin, e bëjnë, por e bëjnë mbi bazën e interesave kogja të ngushta. Po të vije interesi shtetëror në plan të parë, unë mendoj që sot nuk do të kishim refuzim nga partitë politike që të jenë pjesë e trojzës për të diskutuar zgjidhjen e çështjes institucioneve. Dhe po të jeshte interesi i vendit në radhë të parë, nuk do të shkonim as në zgjedhjet e qershorit të këtij viti, madje as të dhjetorit të vitit të kaluar. Sepse janë të tepërta, janë të panevojshme. Sikur të ishin zgjedhjet e nevojshme është cikël politik dhe në rregull jemi. Çështja tjetër është pse ne nuk shërohemi nga ky mentalitet, nga që kemi ndërtuar kapacitete klienteliste gati politike në raport me qytetarin. Qytetari i Republikës së Kosovës ende nuk është pjekur mjaftueshëm demokratikisht në mënyrë që ta ndeshkojë atë i cili mund të jetë sabotatori i krijimit të institucioneve. Dhe kemi rastin të zëmë nëse marrim si shembull në Shqipëri, protesta për mos ndërtimin e komplekseve atje, të gjithë kemi menduar si qytetarët atje janë të fjetur, megjithatë u bë një revoltë e cila ndonë se ende nuk ka një rezultat ndoshta final të asaj se për çfarë u krijua, megjithatë krijoi idenë të tjerët të politikanët, ju dha mësimin që nuk jemi të fjetur dhe jemi qytetarë që ju vëzhgojmë sado që ju durojmë gjatë, një ditë mund të reagojmë. Edhe në Kosovë, unë mendoj që kjo situatë një ditë mund të pëlqasë, sepse qytetarët nuk janë gati të shkojnë nga zgjedhjet në zgjedhje dhe politikanët tonë duhet ta kuptojnë këtë gjendje të lodhjes, siç e thatë jo, por për të lodhjes, të humbjes së shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare, të humbjes së ngritjes së kapaciteteve të Kosovës për brenda dhe të humbjeve të shumta, sepse ne sot praktikisht jemi pa institucione dhe kjo nuk është pak. Është shumë sepse janë një vit e gjysmë pa institucione. Një gjë që ka rënë në sy dhe më pak merren me këtë në skenën politike të Kosovës edhe në zgripin e ndërtimit të institucioneve është se gjitha partitë politike shqiptare kanë një animozitet, nëse mund të quaj kështu, ndaj listës serbe, e cila është faktor përbërës shtetësisë së Kosovës. Pse ky qëndrim kur me listën serbe më lehtë pakisa janë edhe serbët edhe komunitetet tjera jo serbë, do të bëhej shteti? Megjithatë, unë mendoj Zenel që lista serbe i ka për borxh politikës së Kosovës, shoqërisë së Kosovës, disa vendime të cilat do të vreheshin në terren si praktike dhe jo vetëm teori politike të thata ose vendime administrative. Në radhë të parë do duhet të distancoheshin nga Banjska. Rasti Banjska është krijuar, është ekzekutuar dhe ka përfunduar si tillë tragjikisht me humbjen e një jete të një polici të Republikës së Kosovës nëpërmes krijimit të kësaj katrahure kriminale nga lista serbe. Natyrisht e shtyrë dhe nga Beogradi ndërkombëtar. Nuk ka pas nga Beogradi zyrtar, nuk ka pas një reagim, distancimi nga lista serbe nga ky krim i shkaktuar në verimin e Kosovës dhe ky ishte jo i fundit. Kishim edhe sulmet në resursat tona të ndihshme, siç është kanali i Berlipencit që vjen nga Ujmani. Natyrisht, tani ne po gjejmë për çdo ditë fatkeqësisht kufoma të varrezave masive në Republikën e Kosovës dhe në vend që të kemi bashkëpunim dhe të kemi ofrim
edhe të listës serbe edhe të qytetarëve serb atje që të ndihmojnë institucionet e Kosovës në identifikimin e gjetjen e vendeve të dyshuara. Ne kemi arrestim të bashkëpunëtorëve potencial në Republikën e Serbisë, të qytetarëve serb, të cilët potencialisht konsiderohet që kanë mund të japin informacion për këto varreza. Pra ka një hendek të krijuar jo nga institucionet, jo nga partitë politike shqiptare në Kosovë, por ky hendek është krijuar nga vetë lista serbe me veprimet e veta praktike. Unë i përmenda vetëm 2-3, por nëse e marrim ecjen politike të listës serbe, që nga krijimi ata janë themelues të banditizmit në veriun e Kosovës, janë joshësit, fitusit dhe përfitusit dhe krijuesit e krijimit ekonomik në veriun e Kosovës, të gjitha ato rrugë ilegale të mbyllura, të gjitha ato laboratorë të drogës të mbyllura, të gjitha ato kripto, çka janë ato miniera të kriptovalutave, të cilat ishin ilegalisht të ndërtuara pa ju përgjigjur shpenzimeve financiare, elektrike që krijonin e kështu me radhë. Domethënë janë mbi 15 vjet të listës serbe që vepron kundër shtetit të Kosovës, pa kërkuar asnjëherë falje për to ose pa u distancuar nga to. Vetëm ta kujtojmë, Radojčić, krye kriminale, i cili i printe krimit në Banjska, ishte nënkryetar, de facto ishte kryetar i listës serbe, por de jure quhej nënkryetar i listës serbe, ndërsa eksponentët e tjerë patjetër që ishin direkt të lidhur me këtë subjekt politik, i cili edhe sot direktivat kryesore ushqehet me krejt veprimin e vetë çfarë bën këto, e gjithë doktrina e saj politike ushqehet në Serbi dhe nga Vučići. Prandaj unë mendoj që partitë politike nuk duhet ta trajtojmë si anashkalim i tyre për listën serbe, por është një vetë anashkalim i listës serbe karshi institucionet e Kosovës, dhe jo vetëm institucionet e Kosovës, më falni edhe një fjali, sepse pasojat e veprimeve të listës serbe i vuan edhe vetë qytetari serb në Republikën e Kosovës. Ai fatkeqësisht sot është i përfaqësuar në institucionet e Kosovës vetëm nga në Kuvendin e Kosovës, vetëm nga zoti Rashić, që vjen nga një subjekt tjetër politik, ndërsa janë tërësisht të lënonash, sepse lista serbe nuk mbron interesat e qytetarëve serb të Republikës së Kosovës, dhe kjo do duhet ndoshta të ishte një prej elementeve shumë të rëndësishme që Republika e Kosovës ta ketë parasysh, që të gjejë mekanizma në mënyrë që përfaqësimi i serbëve lojal që pranojnë shtetin dhe Republikën e Kosovës të jetë meritor në institucione. Ju me shumë analist, kolegë tuaj, nga politika, nga ekonomia, nga siguria, kemi analizuar pasojat e shumë anshme për shkuarje në zgjedhjet një pas njëshme. Po nisemi nga ato kryesorët në vend. Politike, ekonomike, mbas edhe të sigurisë, e sidomos me marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar. Leti qesimit pa një pas një. Çështjet e sigurisë janë shumë komplekse. Ne kemi një fat që kemi brenda KFOR-in, por edhe kemi ndërtuar mekanizma falë ndihmës së madhe të faktorit ndërkombëtar, mekanizma të mirë, të cilët janë ndër institucionet më të besueshme brenda Republikës së Kosovës, siç janë Policia e Kosovës ose agjencitë e sigurimit, por edhe forcat e armatosura të Kosovës. Natyrisht, këto janë elemente jashtëzakonisht të rëndësishme për sigurinë e Kosovës, por duhet të kemi parasysh që ne bombardohemi jo vetëm në rrafshin e sigurisë direkte, por edhe të asaj që quhet hibride, sot në shumë elemente, në shumë shigjeta që mund të konsiderohen që bëjmë pjesë në atakimin e palqes kurrizore të sigurisë së Kosovës janë të drejtuara nga Kosova, dhe këto janë të yshtura natyrisht kryesisht prej Serbisë, por edhe vendeve tjera të cilat... Shfrytëzohet situata e institucionave në Kosovë për këto sulme që po i përmend? Patjetër, sa më e brishtë është Kosova, sa më pak institucione të plotfuqishme që të ketë, aq më të mëdha dhe aq më të lehta janë depërtimet e këtyre mekanizmave hibrid, të cilet nisin që nga prodhimi informacioneve të pasakta dhe të paqena e deri te sulmet e ndryshme që ndodhin.
dhe pa tjetër që do duhet të nashtynte edhe kjo si një element të rëndësishëm, institucionet partijake të Kosovës duhet të shtynte që të bënin marrëveshje për bërjen e qeverisë, bërjen e kuvendit dhe bërjen e presidentës. Çfarë note ju jep marrëdhënieve Kosovë-Bashkia Ndërkombëtare, e cila në vazhdimsi tërheq vërejtjen për institucione kredibile, nisur nga marrëdhëniet ekonomike, sepse Kosova ka humbur edhe miliona euro nga fondi i rritjes për Ballkanin Perëndimor, por edhe në aspektin e vazhdimit dialogut me Serbinë për ta përfunduar një ditë dhe një herë e mirë. Marrëdhënia e Kosovës, veçanërisht në Bashkimin Evropian, duket ndonjëherë ka marrë një trajt tjetër realisht. Në 5-6 vjeçarin e fundit ne kemi një situatë kur duhet dhënë kredi qeverisë së Kosovës sepse ka ndërtuar një aur tjetër në raport me Bashkimin Evropian, i cili ka qenë goxha kërkues në raport me Kosovën, pa qenë kërkues në raport me Serbinë për çështjet e njëjta. Ajo për cilën është tërhequr vërejtja në Republikën e Kosovës, në Serbi nuk është bërë fare fjalë. Tani ne kemi po ashtu situata komplekse, kur në Kosovë madje nga Bashkimi Evropian reagohet për prishje të ndërtimeve pa leje, ndërsa nuk reagohet pothuajse ose stihikisht reagohet nga Bashkimi Evropian edhe për deklaratat më të larta nga institucionet më të larta të Serbisë që flasin për spastrime etnike në Republikën e Kosovës. Pra kishim një ministra atje, pastaj edhe shefin e saj, Daqiqin, i cili thotë që në Kosovë do duhet të ndodhte spastrime etnike dhe ne do ta bënim këtë. Ndërsa nga Bashkimi Evropian nuk kemi ashpërsinë e nevojshme për këto deklaratat të cilat janë neofashiste, nuk janë asgjë tjetër. Ne kemi përjetuar në lëkurën tonë dëbimin, e kemi përjetuar dhunën, e kemi përjetuar vrasjen dhe gjenocidin. Dhe neve na përmendet sot spastrimi thua se kjo është një gjë krejtësisht e thjeshtë, është sikur një fjali e thënë diku në një libër dhe asgjë tjetër. Kjo është një realitet i përjetuar nga sot 70% e popullatës së Kosovës që jeton, sepse ka ndodhur vetëm 25 vjet më përpara, 27 vjet më përpara. Ndërsa nga Bashkimi Evropian kemi reagim se po i prishni disa ndërtesat të cilat le që janë pa leje, por janë edhe në hapësirën e huaj, janë në tokat uzurpuara, janë në pronat të shtetit të Republikës së Kosovës, të Ujësielcit ose të Ujmanit. Edhe ky raport asimetrik e dëmton dhe nuk lejon edhe Kosovë që të ndërtojë raport pastaj të mirëfillt me Bashkimin Evropian veçanërisht. Disa shtete posaçërisht kanë një luks të tepruar për të na dënuar sa harqohemi në mëngjes, në ndërkohë që për Serbinë, jo vetëm kur ka deklarata, por kur ka arrestime të qytetarëve të Republikës së Kosovës që janë bërë pothuajse të përditshme me akuza të fabrikuara për krime lufte, as që ka ndonjë reagim dhe as që ka ndonjë përkujdesi. Ama intensiteti këtyre marrëdhënieve shpeshherë është, mos them në zgrip, por në luhatje për faktin që eksponent politik tash sa kohë po qëndrojnë në detyrë në institucionet e Kosovës, me të cilët Bashkia Ndërkombëtare një farë forme dhe heziton të bëjë politikë. Kjo është fatkeqësi për Kosovën që ne s'kemi institucione të plotfuqishme të cilat do duhej që të kishin edhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, edhe me shtetet e tjera ndërkombëtare, por edhe me të gjitha, edhe të kundërvyheshin të gjitha këtyre situatave problematike të cilat janë për Republikën e Kosovës. Prandaj ju shtrojmë me të drejtë, sepse kjo është një nga dimensionet kushtues për vendin tonë, me që ne s'po arrim të ndërtojmë institucione, na kushton jashtëzakonisht në ecjen tonë, ecja jonë, ironikisht është pikërisht kjo drejt Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian i cili thotë që ka derën e hapur për Republikën e Kosovës. Kemi parasysh 3 vjet, 4 vjet më përpara na vendosi edhe sanksione nga që disa kryetar komunësh të zgjedhur në zgjedhjet legjitime të Republikës së Kosovës ishin vendosur në objektet e tyre zyrtare. Pra, ka të tilla situata gati komike, por të cilat kanë kostet e jashtëzakonshëm për Republikën e Kosovës. Prandaj ne do duhet të ishim gati edhe nëse u kundërvihemi këtyre, të u kundërviheshim me institucionet të plotfuqishme. Personalisht si pret zhvillimet deri në seancën konstituive të kuvendit me këtë
me këtë ofertën e thirrjes partive tjera nga ana e Kurtit për këto institucione, por edhe me gatishmërinë e subjekteve të paktën kësaj radhe që të formojnë qeverinë, parlamentin, por edhe zgjedhjen e presidentit. Je optimist në këtë aspekt? Mendoj që tani ka mbetë që zoti Kurti të takohet vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk ka partnerë të tjerë, përjashtuar këtu që mendoj se i ka të kryer partnerët e tij të vegjël nga minoritetet jo serbe. Me Lidhjen Demokratike të Kosovës do të vazhdojnë, unë mendoj, bisedimet. Çështja është se Kurti ndoshta do të kërkojnë nga zoti Avdi Gjiku sigurinë e votimit në pakot 18 deputetëve të tij, pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për çështjen e presidentit, dhe gjithashtu të ofrojë edhe garancinë se partnerët e tij dhe lëvizja vendose gjithashtu do të jenë votues të këtij kandidati për president i cili mund të vijë. Natyrisht unë pres që të ketë negociata jo krejtësisht e lehta, por që tani nuk varet krejtësisht nga vullneti i dy liderëve, tani çështja është më tepër në taborën e Lidhjes Demokratike dhe vështirësia e zotit Avdi Gjikut të garantoj votën e 18 deputetëve të tij. Rrjedhimisht, nëse zoti Avdi Gjiku nuk mund të garantoj këtë votë, atëherë gjasat reale janë që ne do të shkojmë në zgjedhje dhe më pastaj me domken brenda me këtë njollën e cila do ta përcjell Lidhjen Demokratike të Kosovës si shkaktari kryesor i dërgimit të vendit në zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës do të pësonte në një stat të tillë, besoj do të pësonte shumë. Natyrisht, edhe mos harmonizimi dhe pjasaritja që ndodh brenda do ta lëndonte si subjekt politik. Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do duhej të përqafonte futjen në qeveri, futjen në Si është participimi, sepse betejë do të zhvillohet pikërisht rreth participimit, pjesëmarrjes së LDK-s në pushtet, në qeveri, mbas edhe në kryesitë kuvendit dhe presidenti. Po mendoj se duhet të ketë Lidhja Demokratike e Kosovës në qeveri, në radhë të parë nga që do të shërbente shumë për shëndetin politik brenda këtij subjekti politik. Kur njerëzit marrin pozita, gjërat janë më stabile natyrisht, dhe do të ishte edhe pozitive edhe për qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse do të shtonte për brenda ekipës qeveritare konkurrencën e cila realisht ka munguar këto 5-6 vjet dhe kishte, kur mungon konkurrenca, ka një vetë stabilitet, vetë kënaqësi dhe akomodim nga vetë ministrat që përbëjnë qeverinë. Dhe po ashtu besoj që për Lidhjen Demokratike do të ishte e rëndësishme që brenda këtij 4 vjeçari të ardhshëm të kishte mundësinë e reformimit të brendshëm ashtu siç ata e parashohin dhe e kanë në projekcionin e tyre. Frikrat se mund zoti Kurti t'i largoj më pastaj nga qeveria, sepse nuk i duhen dhe i përdor vetëm si levë për të zgjedhur presidentin, mendoj se nuk qëndron dhe është frikë padobishme. Por Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të tregohet subjekt politik ashtu siç ka qenë, me qëndrime parimore për të mirën e vendit dhe të pranonte kushtet të cilat do t'i ofronte zoti Kurti për të bashkëqeverisur. Tani se si do ta ndanin qeverinë është çështje e zgjidhjes së tyre, por unë mendoj se në secilin variant të dy subjektet politike do të dilnin të fituara dhe mbi të gjitha e fituar do të ishte Kosova, sepse nuk do të shkonim në zgjedhje të radhës dhe do të krijonim institucione stabile dhe të plotfuqishme. Ju Gojnov, si faleminderit për kohën që keni ndarë për të qenë me shikuesit tanë në këtë pasditë. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Shikues nderuar, ne vazhdojmë tutje me kronikat e radhës. Një shtëpi shqiptare është djegur në veri të Kosovës. Familja pretendon se është bërë me qëllim të pengimit të kthyrjes së shqiptarëve në këtë pjesë të vendit. Sulmi në shtëpinë e familjes Berisha mund të ketë për motiv pengimin e kthimit të shqiptarëve në pronat e tyre në veri të Kosovës, thot Zana Berisha nga kjo familje. Ajo ka treguar se sulmi ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnatë dhe se familja ka qenë në shtëpi deri rreth orës 8:30.
Sulmi ka ndodhur dikon rreth orës 1 mesnatë, natën e kaluar, dikon rreth deri në ora 8:30 familja kemi qenë këtu. Pastaj sot në mëngjes më kanë kontaktuar prej policisë, edhe më kanë njoftuar që shtëpia është djegë një pjesë, fatmirësisht pjesa më e madhe ka shpëtu, po një pjesë që dhe e keni pa është dëmtu kogja. Momentalisht policia është i kryer gjitha hetimet të shohem. Megjithatë, Berisha theksoi se familja nuk do të zbraset dhe se sulmi vetëm sa ka përforcuar bindjen se janë në rrugën e duhur. Ajo tha se ngjarja nuk do t'i ndalë në përpjekjet për t'u kthyer përfundimisht në pronën e tyre. Ky sulm qyqar neve nuk na ndalon, nuk na frikson, thjesht na i kanë ndez motorët neve, i kanë ndez motorët e institucioneve, edhe shumë më shpejt se edhe që kemi prit, na kemi me u kthy komplet në shtëpinë tonë. Kështu që thjesht sulmi ligë, me tendenca me na friksu, po nuk kanë me arrit qëllimit. Sipas saj, familja Berisha kishte nisur përgatitjet për kthim në shtëpinë e tyre, që nga fillimi i këtij viti, ndërsa objekti ishte në proces rinovimi. Po, prej marrjes të konfirmimit që shtëpia jonë ka me u renovu prej qeverisë, na veç kemi fillu si familje prej fundit mujit shkort, fillimit mujit mars, na efektivisht kemi fillu dhe jemi angazhu. Shpinë fillim e kemi gjetë një gjendje tepër të keqe, kemi punu pa ndërprej deri ditën e djeshme, me prind, me familjar, jemi mundu që pak a shumë një fa normalitete me kthy në borin tonë që na me shfrytzu. Rastin e zjarrit në shtëpinë e familjes Berisha në Zveçan, policia ka iniciuar si zjarrvënie, ndërsa deri tani nuk ka persona të dyshuar. Shefi i planifikimit në kuadër të operativës rajonale Mitrovic-Veri të Policisë së Kosovës, Erduan Baliqi, ka thënë se policia është njoftuar rreth orës 12:10 pas mesnate nga një banor i lagjës për një shtëpi që ishte duke u djegur. Pas mesnatës, dikur rreth orës 00:10 minuta, një banor i lagjës, asoj lagje në Zveçan, ka raportuar tek ne që është duke u djegur në shtëpi. Policia me njerë është përgjigjur thirrjes, ka dalë në vend ngjarjes, gjithashtu edhe zjarrfiksat, cilët e kanë lokalizuar zjarrin. Për momentin janë shkaktuar dome materiale, aktualisht nuk e dim vlerën e domit, mirë po të gjitha njësitë kanë dalë në vend ngjarje, njësitë relevante, dhe rasti mbetet në tjetër. Pra është kontaktuar edhe prokurori kujdestar dhe rasti është mbetet iniciuar si zjarrvënie dhe është në hetime. Jo, aktualisht nuk kemi ndonjë të dyshuar, mirë po presim që hetimet të vazhdojnë me procesin e tyre. Procesi i kthimit të shqiptarëve në pronat e tyre në veri të vendit vazhdon të përcillet me pengesa e telashe të shumta, përfshirë edhe sulmet nëpër shtëpi. Ne vim ju ftojmë të ndihni hollësi nga panajiri grave ndërmarrëse në kryeqytet. Gyltene Jakaj nga Ferizaj, kur u pyet nëse ka marrë ndonjë mbështetje nga ministria, tha se nuk ka pasur përkraje nga institucionet. Mirë me biznes që 2 vite, me studje grafike edhe gift shop, Akil Design. Nuk na ka përkrah shteti as pak, vetëm me mundësi tona. Po, kemi pas punë, kemi se mirë me dizajn, reklama, kemi pas punë, tash sezona, edhe patëm që me marrë pjesë edhe panajer. Ndërsa pronarja e firmes në 19 lule Havushe Bunjaku vuri në pa përkrahje nga organizatat ndërkombëtare, pa të cilën biznesi i saj nuk do të arrinte suksesin që ka tani. Nga 2010 kemi fillu biznesin 99 lule, kryesisht me bimje kuse dhe aromatike, pastaj 2012 e kemi regjistru, 2013 e kena marrë licencen dhe nga viti 2017 e kena produktet e certifikume organike. Ka marrë pjesë shumë herë në për panajire, po panajirja ka atë vlerën e vetë, shkaku që na vazhdimisht krijojmë produkte të reja, kena dëshirë me i prezentu produktet e reja, edhe ato produkte tjera që i kemë, me u lidh me njerëz tri, me vlerësa tri. 99 lule nga shteti asnjëherë kur nuk është përkrah, vetëm prej organizatave ndërkombëtare, po mos të ishin ato, nashta edhe nuk kish mund me ekzistu 99 lule, sepse është ne i kemi industrializu produktet bimore, bimje kusë aromatike, i kemi kthy në produkte finale, për me kthy një produkt bimor që rritet natyrë në produkt final, do më thonë duhet shumë një linja të përpunimit. Na i kem 3 linja të përpunimit. E kem linjën e përpunimit çajna dhe erëzave, linjën e fermentimit të ufullës dhe linjën e përpunimit të vajrave dhe kremrave.
Ministrja në detyrë Mimoza Kusari Lila ndërkaq u premtoi grave ndërmarrëse kushte më të mira për të bërë biznes. Me nisma, si kur kjo për panairin e grave ndërmarrëse, me mbështetje të drejt për drejt që Ministria e bën për bizneset e grave, me promovimin dhe ngritjen e vetdijes të gjithë qytetarët për rëndësinë e blerjes së produkteve vendore, synojmë që të fuqizojmë ekonominë e vendit, të rrisim prodhimin vendor e gjithashtu edhe të fuqizojmë gratë dhe vajzat në tregun e punës. Kosova do të jetë muajin e ardhshëm një nga qendrat më të rëndësishme botërore të sportit të Muay Thai, pasi nga 1 deri më 11 shtator në Deçan do të zhvillohet kampionati botëror i këtij sporti. Në këtë ngjarje madhore pritet të marrin pjesë rreth 800 garues nga afro 120 shtete, duke vendosur Kosovën në hartën botërore të arteve marciale si një koqire kampionatit botëror të Muay Thai. Presidenti i Federatës së Muay Thai të Kosovës, Shpejti Mametaj, në një intervistë për Radio Televizionin 21 tha se ky organizim është rezultati i punës shumë vjeçare dhe besimit të fituar nga Federata ndërkombëtare, teksa konfirmoi se kampionati do të mbahet në Deçan. Juve edhe një herë ju falenderoj, ju keni qenë edhe në vitin e kaluar në kampionatin botëror në Turqi. Edhe organizimet tjera që i duhen këtij kampionati janë shumë të vështira, sepse është në pyetje vin 100 deri 120 shtete të botës, duke përfshirë afër 800 garus. Dhe kështu që kjo do të jetë një ngjarje diçka që deri më tani nuk ka ndodhur. Kjo ngjarje do të zhvillohet në Deçan dhe kjo ka qenë një kërkesë prej Federatës ndërkombëtare që kjo garë të mbahet në Dugaqin. Tu i pa rrethanat, tu i pa kushtet që vendi i Dugaqinit është edhe nga natyra më i përshtatshëm për ekipet që vinë. Vlerësime për organizimin dha dhe përfaqësuesi i Federatës ndërkombëtare të Muay Thai, Muhammad Amr. First time I met Shpejtem was like 5 years ago. Herën e parë që takova Shpejtimin ishte para 5 vitesh. Gjatë bisedës son, ai më tha se një ditë do të organizonte kampionatin botëror në Kosovë. Gjithçka filloi ngadalë, me hapa të vegjël, por me një rritje të vazhdueshme. 2 vitet e fundit sollën disa organizime shumë të rëndësishme, ndërsa sot po bëhemi bashkë për këtë ngjarje kaq të madhe dhe domethënëse. Like during 2-3 years he could organize. Ameta i shtoi se Deçani ishte zgjedhja e parë e bordit të Federatës ndërkombëtare pasi që i plotëson të gjitha kriteret e kërkuara. Kushtet për mbajtjen e këtij kampionati në Deçan janë kushte fenomenale. Unë besoj që do të kemë mbështetjen edhe gjatë eventit dhe organizimit do të kemë mbështetjen çdo herë çdo minutë me kryetarin, me stafin e tij, që sa më mirë dhe sa më bukur ky organizim historik që është për Kosovën në këtë sport të mbahet në Deçan. Amr shtoi se ky kampionat nuk ka për qëllim vetëm garën për medalje, por edhe promovimin e miqësisë dhe shkëmbimit kulturor me sportistëve nga vende të ndryshme të botës. It's not only about sport, about competition, about the medal. Ky kampionat nuk ka të bëjë vetëm me sportin, garën apo medaljet. Ai ka një mision shumë të madh, të bashkojë njerëzit nga vendet dhe kulturat e ndryshme të botës. Kosova po shndrohet gjithnjë më shumë në një qendër të rëndësishme sportive, veçanërisht në fushën e arteve marciale, dhe ky kampionat është një dëshmi e qartë e këtij zhvillimi. Sport city, especially martial arts, Muay Thai. Në fund Ameta ju shpreh bindur se Kosova do të jetë një organizatore e denjë e këtij eventi. Po besoj se Kosovës do t'ja zdritim fytyrën me organizimin që do të bëjmë dhe me medalje që do të fitojmë. Hapja dhe dita përmbyllës e kampionatit botëror të Muay Thai do të transmetohet drejt për drejt në Radio Televizionin 21. Në mbyllje të festivalit ndërkombëtar tashmë të popularizuar Sunny Hill në Prishtinë, mysafirët e shumt i argëtoi Martin Garris, një nga DJ-et e njohur ndërkombëtar. Atmosferë elektrizuese ka pasur edhe në natën e tretë të festivalit Sunny Hill në Prishtinë, ku mira pjesëmarrës nga vendi dhe rajoni u mblodhen për të shijuar performancat e artisteve vendor dhe ndërkombëtar. Në skenën kryesore të Sunny Hill, publiku u entuziazmua nga performanca e shumëpritur e DJ Martin Garrix. Para tij performuan edhe artistë si Tyson O'Brien, Roya, Bees and Honey dhe Kim Turnbull. Të pranishmit në festival thanë se shijuan shumë 3 ditët e festivalit. Cila ka pëlqyer më shumë? Dita e dytë. Pse? Kom njoh më shumë këngëtar edhe më atmosferë. Jena kënaqur, jam kënaqur të Katy Perry sidomos, jena arrit me koncernaj
E kom shiju shumë maksimum, edhe pe presim së Dua Lipën është apo dhe s'ke me Martinën. Sot jam marrë me 2 shoqnit jashtë, pastaj kom e nejtë me shoqnit stem këtë Kosovës, shpresoj që kena më knaqë, që kena knaqë dhe tash. Dhurata më ka pëlqy, kejti së që mi ka mri ato expectations që i kom pas, edhe pausa atje. Edhe sot me nëzime pras me Martin Garrix. Për këngëtor nuk është që na orë shumë, buta më ka pëlqy se ka bo hymjen me qik të vetë, u kom pak ma special diçka për tjerë të jofë. S'pese s'ke njarë për këngëtare dhe për butën për kanë tjetër? Atmosfera ma e mirë. Super, kena kalu, sidomos të DJ-at, shumë mirë kena kalu, këto dunat janë konë shumë mira për neve. Sikurse edhe viteve të tjera, në Sunny Hill pati organizim të mirë dhe energji maksimale nga publiku. Gjatë 2 neteve të para të festivalit pati performanca madhështore nga artistë me renome ndërkombëtare si Katy Perry, ndërsa pati performanca dhe nga artistë vendor si Ledri Vula, Buta, Lumi B, MC Kresha, Lori Kalson e të tjerë. Muzika, arti dhe aktivitetet tradicionale mbizotruan në hapjet e edicionit të 3 të Fardi Festit në Rahovec. Edicioni 3 i Fardi Fest hapej aktivitetet shumëta në Rahovec, duke sjellë për vizitorët një program të larmishëm me muzikë, art, lojra tradicionale dhe gastronomi vendore. Me përshkru sa vështira kanë deri sot, për momentin s'kam fjallë që e përshkruj. Ndoshta kur të kryhet mas 2 dite e kuptojnë vështirësinë e këtina që është bërë deri sot. Përndryshe është bërë një punë shumë e madhe, është bërë një punë në angazhim që ka filluar qysh para 6 muajve, që më në fund sot edhe realizum, presim një masë begit madhe të njerëzve, presim të kënaqen gjithë, ta shijojnë këtë atmosferën, falenderojmë gjithë që kanë ardhur, edhe i mirëpresim edhe ata që do vinë edhe nesër mas nesër. Faleminderit juve. Kryetari i shoqatës Fardi, profesor Qerim Kadiri, foli për idenë mbi cilën lindi festivali, duke theksuar se synimi kryesor është ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, historisë dhe identitetit të këtyre trevave. Qëllim i joni është që dhe përmërgjimtarët, që shpesh i quaj margaritarët, kur vinë këtë ditë edhe të kalojnë një pjesë të mirë të pushimeve të tyre në këtë vend. Ky vend është i mrekullueshëm, po mbi të gjitha njerëzit e bëjnë edhe akoma më të mrekullueshëm këtë vend të bukur. Rëndësinë që festivali ka për bashkëdhetarët e theksoi edhe Mislim Berisha, kryetari i shoqatës të Anadrinisë në Bavari. Quhem Mislim Berisha dhe jam njëri prej bashkëthemeluesve të shoqatës Anadrinë, tash jam edhe kryetari i shoqatës Anadrinë në Bavari dhe e kam përcjell me të madhe se interesimin e Mërgatës, sidomos komunitetet të quajtur të Rahovec-Sas, domethënë komunës Rahovecit, edhe natyrisht që presim me gjithë dëshirë këtu në Fardi Fest. Janë 2 vite që kanë marrë pjesë, ndoshta me një numër më të vogël, por tash shifet që është rrit veç numri i pjesëmarrësve. Në kuadër të festivalit u bë dhe hapja e burgut muze, një hapësirë muzeale e improvisuar që përmes kukullave, skenografisë dhe elementeve autentike pasqyron përjetimet e shqiptarëve gjatë periudhës së luftës. Kuratorja e muzeut, Valentina Hoti dhe antari i bordit Hysen Kafexhiu folën për emocionet dhe për kushtimin që ka shoqëruar realizimin e këtij projekti. Për mua personalisht ka qenë e vështirë një herë të dëgjoj rrëfimet e ish-burgosëve politik, të stabilizona me rrëfimet e tyre, edhe krejt pak nga rrëfimet e tyre i mundu me improvizue sikur që shpeshini. Kur më ka ardhur ideja edhe prezantimi i Valentinës për muzeun e burgut, më dok si lehtë, për diçka shumë e lehtë, po kur i kum hi punës, ka dalë 100.000 herë ma e vështirë se që e kom menu. Po vullneti i madh për me bo këtë muze, me bo audion për këtë muze, për vendin ton, për ish të burgosurve të komunës Rahovecit, atëre i kum hi me shpirt. Edhe atëre mu ka dok e lehtë. Fardi Fest vazhdoi me aktivitete teatrore, interpretimet muzikës qytetare dhe asaj moderne, ekspozita arti, gatimet tradicionale, gara në shqiptari dhe lojra popullore, duke ofruar një program të pasur për të gjitha moshat, me synimin që Fardi Fest të forcojë më tej pozitën e tij si një nga ngjarjet më të rëndësishme verore në Rahovec dhe të promovojë trashëgiminë kulturore të Anadrinisë. Pas gjysmë ore të nderuar shikues, do të jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Ju faleminderit për vëmendje.